Një rast i dhunës në familje në formë të kanosjes është zbardhur në Gjilan, ku një burr është ndaluar nga policia e Kosovës me një erpasyrjes në vend. Ngjarja lidhet me datën 23 mars 2026, kur viktima Gjëdë, shtetase me përkatësi turke, kishte pranuar thirrje telefonike dhe mesazhe kërcënuese nga bashkëshorti i saj CD, me të cilin kishte pasur më herët mosmarrëveshje gjatë qëndrimit në Turqi. Nga frika për sigurinë e saj, ajo ishte kthyer në Gjilan së bashku me vajzën e mitur, ku kishte kërkuar mbrojtje tek familja. Rasti ishte raportuar dhe i dyshuari ishte futur në kërkim policor nga njësia për dhunë në familje. Pas më shumë se një muaji, më 2 maj 2026 rreth orës 10, i dyshuari është ndaluar nga policia e Kosovës në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari në Prishtinë, me çrast është njoftuar menjëherë njësia përkatëse në Gjilan. I njëjti është shoqëruar dhe intervistuar në prani të avokatit mbrojtës, sipas detyrës zyrtare dhe përkthyesit turqisht shqip. Me vendim të prokurores së rastit, ndaj tij është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh. Rasti është iniciuar si dhunë në familje dhe hetimet janë duke vazhduar.